Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Ditë zije ndahet nga jeta në moshë të re aktoria e njohur e serialeve turke. Një lajm shumë shokues. Eçe Yurtem, e cila ka luajtur rolin e Aslës në Kizlik Sherbeti, ka ndruar jetë si pasojë e një standi në zemër, një infarkt. Ajo ka ndëruar jetë një moshë mjaft të re, në moshën 35 vjeçare, e ndodhur në shtëpinë e saj në orët e mëngjesit si pasojë e një infarkti. Yurtem sapo kishte festuar ditëlindjen e saj të re ditën e djeshme. Pas pretendimeve se Yurtem i ka dhënë fund jetës së saj, avokati ka publikuar një deklaratë. Klientja ime Eçe Yurtem ka ndëruar jetë rreth orës 12. Ngjarja ka ndodhur në shtëpinë e saj teksa ndodhej së bashku me të ëmën. Sipas përcaktimeve të para, mendojmë se ajo ka ndëruar jetë për shkak të një infarkti. Hetimet vazhdojnë. Rezultati saktë do të qartësohet në raportin e autopsisë. Kur të zbardhet raporti i autopsisë, opinioni publik do të informohet më tej. I shpreh ngushëllimet e mia familjes dhe të gjithë njerëzve që e deshën.